Shiko që ndodhë, po të vësh re, në Europë ne jemi vendi i parë për zotrim shtëpie. Pra ne kemi shumë kulturë të fortë blerjen e shtëpisë. Për shumë, unë sa shkova tani pash një dy prona të një miku tim dhe ma bëm për zili, doja të kisha dhe unë ato dy apartamentet. Duke qenë se kemi shumë kulturë të fortë, duke qenë se ne nuk kemi mekanizmat të tjerë investimi, pra Shqipëria është e thatë në mekanizma investimi, duke qenë se nuk kemi kulturë si përmarrje, që njerëzit të kenë 100.000 apo 200.000 euro të fillojnë të nisi një biznes të ri në vend që të blenë apartamentet, një pjesë e konsiderueshme e lekëve të shqiptarëve të Shqipërisë, e emigrantëve që janë jashtë, që duan kenë një prona dhe shkon në ndërtim. Kjo tendencë është pikërisht ajo që krijon fluskën dhe që krijon këtë paradoksin që ne jemi më të varfrit në Europë, po kemi rritjen e çmimit të shtëpive më shpejt se vendet më të pasura. Pra është pikërisht dëshira jonë për të pasur shtëpi që është e para në Europë, që të çon edhe rritjen e çmimeve më lartë se vendet e tjera. Por, kjo nuk është një perpetuum mobile që do vazhdoj kështu pafund. Pra, ne do vazhdojmë do ndërtojmë, do shtojmë lekët, çmimet do rriten, ne do humbasim popullsi, nuk lidhen elementet gjikundi fare. Nga do që ta dredhësh, humbja e popullatës, humbja konsumatorëve, herë da vonë çon në rënje të çmimeve. Inflacioni tepër, se ky është inflacion. Kjo nuk është një rritje shëndetshme, si në vendet perëndimore që rriten, po themun 5-6% çmimet në vit, se është rritur popullsia, rritet ekonomia. Kjo është një rritje pashëndetshme, spekulative, që herë da vonë do dëmtoj industrinë dhe për fat keq të gjithëve ne, edhe ne që punojmë në industri dhe ata që janë jashtë industrisë, se në pallate për shembull janë përfshirë edhe mobilierët, është i përfshirë hidrauliku, elektricisti, jemi duke folur 15 ndoshta 20% të GDP-s që do ndikohet kur industria jonë të ftohet. Kur thua që është përfshirë edhe mobilieri, hidrauliku, elektricisti, po thua me clearing, apo jo? Kthehemi te clearingu. Në Shqipëri, duke qenë se rregullat e ndërtimit janë të thjeshta dhe kanë ngelur që para 20 vitesh. Ndër vite dhe janë përmirësuar pak, janë shtuar ca rregulla, por kjo industri nuk është e rregulluar mirë si në vendet perëndimore, të cilët kanë vojtur nga fluska të tilla përpara nesh dhe e kanë rregulluar industrinë. Çfarë ndodh? Ndërtuesi do të nisë një pallat, merr një leje ndërtimi. Nuk e ka buxhetin ta ndërtojë nga fillimi në fund. Nuk i thot njeri, ore, ku e ke financimin ti për të projekt, se ti ndoshta si ke lekët. Pra unë e ti mund të nisemi nesër të bëjmë një pallat pa lekë. Pra, firmat e ndërtimit në Shqipëri, ndryshe nga firmat e ndërtimit jemi, se dëgjoj se fare. Dëgjoj. Pa problem. Po e nis dhe një. Pra, firmat e ndërtimit në Shqipëri mjaftohen me marrjen e lejes së ndërtimit dhe nuk e kanë kapitalet për ta financuar këtë projekt. Duke qenë se si kanë kapitalet, ju drejtohen kompanive nën-kontraktore, apo të clearingut dhe i thonë, ti do vish do bësh strukturën e betonit, ti do bësh dyert, dritare, plaka dhe kështu me radhë dhe përdorin liquiditetet e firmave nën-kontraktore apo të clearingut. Ta nga ana tyre kanë liquiditetin të limituar, nuk e kanë pafund. Dhe shkojnë dalin në treg, i shesin apartamentet me një çmim diçka më të lirë se çmimi që deklaron firma e ndërtimit për të tërhequr blersi. Blersi shqiptare ka shumë qef negocimin, çmimin pak më të ulët se ndërtuesi. Nëse ndërtuesi është me 1.800, clearingu thotë unë po të shes me 1.600 është një okazion dhe shqiptarët vjen e blejnë duke paguar 90 apo 100% të shumës së shtëpisë, ndërkohë që pallati është në grov apo në kat parë. Dhe këtu janë shumë të ekspozuar ndaj riskut, por nuk e dinë që janë të ekspozuar ndaj riskut. Mendojnë që janë super të sigurt. Pra kjo është skema e firmave të clearingut. Kanë vajtur kjo punë pak më tej tani, prandaj fluska vazhdon e fryhet. Për të paguar taksën e infrastrukturës 8%, që në firmat e ndërtimit dikur e paguanin vetë në Bashkinë Tiranë, tani kanë filluar shesin me kontratë premtim shitje dhe edhe lekët e taksës e infrastrukturës i marrin nga konsumatori fundor. Pra i premtojnë që unë ty do të shes një apartament. Konsumatori fundor, duke qenë se mbajnë një çmim shumë të mirë, është interesuar dhe prapë vazhdon e paguan 90 apo 100% të apartamentit që s'ka filluar të ndërtohet, nuk është zbardhur leja akoma, se këto lekë merren për të zbardhur lejen. Tani, nëse ne e kemi të pranueshme ligjërisht dhe e kemi, askush nuk po shkel ligjin në këtë pikë, është okay, por herët avon me ftojen e tregut, një pjesë e këtyre ndërtimeve rrezikojnë mos bëhen fare dhe konsumatori fundor të humbasi lekët e veta. Në momentin që ftohet tregu dhe firmat e ndërtimit nuk kanë mjaftuar shumë blerës që të blejnë në ndërtime sipër, ngelen pa kapital, ngelen pa financim, nuk mbarojnë dot pallatin. Këtu është rreziku për konsumatorin fundor që për fat keq mendoj që do ndodhi në Shqipëri. Dhe pikërisht atëherë kur vi kjo krizë do fillojë një rregullim akoma më i mirë i tregut të ndërtimit.
Po, kur ne flasim për këto ndërtime dhe për këtë fluskën, duket sikur po flasim për sipërmarrësit dhe për blerësit, pra për ne, qytetarët. Po harrojmë që është edhe vendimarrja politike e përfshirë gjithashtu në gjithë këtë meselë, në ç'kuptim. Për shembull, vetëm nga kullat e reja shumkatëshe, të cilat nuk janë apartamente, pritet që Tiranës t'i shtohen mbi 192.000 m2 zyra të reja, ndërsa qirat e zyrave janë të barabarta me qirat e zyrave në Barcelonë tashmë. Tani, Jo. Apo? Jo? Këto janë nga këto shifrat që kemi qef ne përmendim në sa më i vogël vendi, dhe ne jemi vendi i vogël, aq më të mëdhaja bëmt. Ne kemi qef të tregojmë histori të mëdha, nuk kemi në nivel e Barcelonës. Në Tiranë ka zyra bosh. Për shkak, më fal se më preva pyetjen, por nuk munda dot të rija pa. Patjetër. Po vish këtu ku kam unë zyrën për shembull tek stacioni i trenit, te bulevardi i ri, në të majtë, sa zbret u nazën e vogël, hajde me një kamerë dhe shiko se sa zyra jepen me qera. Janë me 10 zyra që jepen me qera. E kam parë se kaloj aty. Me tabela dhe nuk i prek njeri. Në qendrat e biznesit që janë ndërtuar sot, pra kullat, keme 10, mos te me 100 zyra bosh. Pra ne nuk jemi në kushtet ku kemi ka shumë biznese, ka shumë korporata që s'po din ku të venë me zyra këto dhe ne na duhen tani edhe 20-30 kulla tjera, apo 190.000 m2 zyra që të akomodojnë bizneset. Nuk jemi në këto kushte, ne jemi në kushtet kur kullat janë bosh. I shikojmë me sy të lirë, kjo është e konfirmuar. Tani, ka zëra që qeveria mund të kërkoj bizneseve për shkakun që ato për zyrat përdorin njësi, ambient e biznesit dhe jo apartamente. Unë nuk e di 20 apo 30.000 biznese në Tiranë rinë në apartamente. Nëse qeveria dikur thotë, shiko, ti duhet kesh njësi dhe jo apartament, ta duhet dalin nga apartamente dhe të shkojnë në për kulla, në për ambjente që janë njësi pra në përshkrimin e tyre në certifikatën e pronësisë. Çështja është pastaj që do dalin 20-30.000 apartamente bosh dhe ne i kemi 70.000 tani. Pra ne kemi pas në vitin 2022, se censusi i 2023-shit ishin të dhanat e 2022-shit. Kishin 53.000 në 2022-shin. Vazhdojnë ndërtohet, ndërkohë që popullsia nuk shtohet. Është aritmetike thjesht. Ne kemi 70.000 tani, po të nxjerrësh bizneset në apartamentet, do shkojnë 100.000 apartamentet. Pra nga do që të dridhemi ne nuk e korrigjojmë dot këtë punë me manovra. Kjo punë do, ashtu si dim ne shqiptarët, me ndalu ndërtimin komplet. Siç ndaluan për shembull mjetet lundruse, i ndaluam ca vite. Siç ndaluam gjuetin, prerjen e druve, vetëm një gjë e tillë mund ta sjelli diçka në kontroll, po kemi mbiprodhuar. Pra që sot jemi në mbiprodhim, në muajt e vitet që vijnë do jemi në ca kushte, domethënë tipike shqiptare ku kemi nga 2 shtëpi për banor apo për familje. Se doja të ndalesha pak tek modeli njësive, po them, të biznesit në kulla, i përngjan një farë iluzioni të Dubait kjo modeli dhe çfarë probleme shkrijon? E kam fjalën tek këto njësitë e biznesit, jo tek apartamentet tani. Shiko, unë nuk e njoh dhajt mirë Dubain, po e di disa gjëra. Dubai, përpara se të ndërtonte, ka politika fiskale që tërheqin biznesin. Pra, ka taksa shumë të ulta, apo zero që tërheq biznesin, apo tërheq milionerë të cilët punojnë online e s'duan të pagojnë taksa. Që ti të ndërtosh e para duhet sjellësh njerëzit, bizneset, pastaj ndërton. Taksat në Shqipëri janë mesatare, ndoshta të ulta, po nuk janë të niveleve që ti do sjellësh tu me mira biznese, korporata tuaja të cilat do duan zyra. Ndoshta qeveria ka në plan të nxjerrë iniciativa të reja në nivel taksash, por nuk di ti jetë një gjë e tillë. Pra nuk jemi në kushtet kur ka nevojë për zyra. Ty zyrat po trim bosh, i shikon me sy të lirë me tabela varur, njësitë e biznesit, katet e dyta që janë kryesisht zyra, janë bosh, kullat po bosh se e shikojmë se kalojmë aty poshtë me makinë. Pra, unë nuk di t'i vë emër dëshirës për të ndërtuar më shumë zyra, kur ne që sot i kemi më tepër. E vetëm zgjidhje thash një letë ajo, me zbrit bizneset ka apartamentet, me i thënë do futeni në njësi tani, por sigurisht do dalin 20-30.000 apartamente bosh pastaj. Qartë, dhe si çështja e fundit këtu duat vija, tek kjo që ti the para shumë, tek një farë nevoje për moratorium të ndërtimit, edhe në fakt mediat e paralajmërojnë se duke parë situatën nga dalësimin ose paksimin e lejeve të ndërtimit në Tiranë gjatë këtij viti, pothuajse përgjysmimin, që është paksim shumë i dukshëm në fakt. Kemi një ngadalësim të rritjes së ndërtimit dhe kemi hyrë në një farë faze të maturimit. Pra duket sikur në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër po shkojmë tek ajo që the ti.
Ne po shkojmë për shumë ngadalë. Unë do kisha dashur që ne të veproni më shpejt që ta ruanim tregun nga këto luhatjet e forta. Në vendet perëndimore i quajmë boom and bust anglisht. Pra, e kam provuar që tregu fryhet shumë, na vjen mirë të gjithëve, se ato pronat që kemi bler juritet çmimi ose shtëpia ku banoj unë për shembull, i ka shkuar vlera 250.000 euro dhe unë hidhem përpijet them e kam bler kaq që ka shkuar vlera aq, janë iluzione, nuk janë reale. Çmimet e pronave duhet jenë në përputhje me ekonominë tonë, me tregun, me produktivitetin tonë si forcë punëtore, me ekonomi reale, nuk mund të jenë një ëndër e bukur që pastaj vjen fundi. Pra, bumi dhe basti ton pastaj kur plas fluska, të dëmton ekonomikisht të luhat. Dhe vendet perëndimore kanë gjetur mënyrë me e menaxhu pak tregun, kryesisht duke kontrolluar normën bazë të interesit, sepse në perëndim blihet 90-95% me kredi, rrisin normën bazë të interesit në mënyrë që një pjesë e njerëzve të tërhiqen nga tregu dhe e ulin atë kur tregu ftohet që ta ngrojnë prapë. Këtë kanë gjetur vendet perëndimore për të eliminuar fryrjen dhe plasjen e fluskave. Tash ne se kemi pasur këtë eksperiencë, do ta kalojmë këtë eksperiencë herë dhe vonë. Do doja të isha më optimiste, thosha që do bëjmë një anglisht thon soft landing, pra do bëjmë një ulje të butë, graduale, po kam përshtypjen që do jemi për asaj që anglisht thon crash, pra një përplasje, nuk më rezulton që do kemi një ulje të butë, sepse kemi ndërtuar shumë ndërkohë që popullsia rrallohet dhe pavarësisht optimizmit tonë të momentit, herë ta vonë do kuptojnë që ky produkt sado i bukur e na jep emocionet e familjes, duhet në fund të shërbej dikujt. Dhe ne nuk kemi mjaftueshëm njerëz që ky produkt ju shërbej. E vetmja gjë për të cilën më vinte keq në të gjithën këtë është që paralelisht me industrinë e ndërtimit, ne në Shqipëri nuk e kishim kaq të zhvilluar edhe industrinë e materialeve të ndërtimit, pra të atyre nën kontraktorëve. Se kam përshtypjen që pjesa më e madhe e materialeve të ndërtimit vin import apo jo? Normalisht. Një pjesë e konsiderueshme plakat për shembull vijnë nga importi, sigurisht qimenton e prodhojmë këtu në vend, hekuri vjen nga importi në pjesën më të madhe, materialet e mobiljeve, xhamat, e sigurt që një pjesë e madhe vjen nga importi. Tani, në këtë situatë ku jemi ne, ku firmat e ndërtimit ja kanë kaluar riskun nën kontraktorëve. Që në fillim firma e ndërtimit jep pjesën e vepronarit tokës, i kalon 30-35% të ndërtimit nën kontraktorëve dhe vetë ka 20-25% të ndërtimit. Pra, ka shpërndar risku me këto firmat nën kontraktore që për hir të së vërtetës, më të shëndetshëm financiarisht janë pikërisht firmat nën kontraktore. Sa ata punojnë konkretisht, pra ata nuk janë biznes, ata janë biznes, nuk janë spekulim. Bashkit marr leje më thet tash. Ata punojnë konkretisht. Ata prodhojnë, kanë një produkt që do ngelen të bllokuar brenda kësaj skemës spekulative. Dhe ka mundësi që këta ta ndjejnë shumë, po them, këtë plasjen e kësaj fluske. Po. Ata do ta ndjejnë sepse nuk paguhen në monedhë, paguhen me apartamente. Nëse tregu ftohet dhe bie interesi për produktin në apartament, një pjesë e tyre të cilët janë ekspozuar shumë edhe mund të dëmtohen. Si janë ekspozuar shumë? Kanë marrë 100% clearing. Kanë nga ato firma që marrin 50% pagesë me lek dhe 50% clearing për shembull apartamente. Kanë nga ata që janë mbrojtur më shumë, kanë marrë vetëm 30% clearing dhe pjesën tjetër në lek. Ata që janë ekspozuar më shumë kanë merak që do dëmtohen më shumë sepse më shëndetshme do ishte që ne funksiononim me monedhë, me fatura dhe jo me clearing. Kjo është një zgjidhje që na ka ngelur nga vitet e kaluara e që do të vi fundi herë të vonë. Qartë. Armand, unë të falenderoj shumë për bisedën që bëm dhe për ekspertizën që solle në studio. Faleminderit për ftesën, vi me kënaqësi të emisionit juaj. Ishim me ekspertin e pasurive të patundshme Armand Shkëmbi, folëm në fakt për problemin e ndërtimeve në Tiranë, raportimet të shumta mediatike që duket se problematizojnë këtë dinamik dhe për atë se çfarë na pret në këtë industri. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër të bisedës. Mirë, në këtë pjesë të dytë të aktualitet, në fakt do të flasim për zhvillimet ndërkombëtare, duke nisur pikërisht nga ajo se çfarë ka ndodhur në ditët dhe në javën e fundit në Gaza, në konfliktin me Izraelin, atje ku duket se armëpushimi i deklaruar prej presidentit Trump dhe gjithashtu i pranuar verbalisht Kapalët nuk është dhe aq i qëndrueshëm. Ka patur disa zhvillime, sidomos edhe me vizitën e zëvendës presidentit amerikan në Izrael ditën e djeshme. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Marlind Laçi. Marlind, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit juve për ftesën.
Me këtë po e nisim në fakt. U tha që u arrit armpushimi, u ndalën luftimet dhe po nis të ndërtohet, po themi, një paqe e cila të paktën verbalisht synon që të jetë më tepër se sa afatshkurtër, pra të ketë një farë perspektive. Po duket se në terren situata nuk i përngjan kaq shumë deklaratave. Si e ke parti, po themi, zhvillimet e ditëve të fundit në Izrael? Që nga zhvillimet e planit paqes, sigurisht unë kam qenë skeptik për aq kohë sa plani paqes nuk përkufizon qartë afatet kohore që do ngrihet një shtet palestinez në kuadër të dy shtetshmërisë, pra two-state solutionit, të dalë nga procesi i paqes Oslos në vitin 1993 midis Yitzhak Rabin e Yasser Arafat në praninë e Bill Clintonit. Dhe sigurisht ky proces gjykoj se do rifusë edhe një herë konfliktin në një konflikt pasiv, pra nuk do kemi më ato pamjet makabre të gjinocidit më dokumentuar dhe më të pashëmbull të historisë njerëzimit në atë çka pam në 2 vjeçarin nga 2023-shi, nga shtatotori vitit 2023 deri në 2025 në një muaj më përpara. Është një paqe, le të themi, fluide për aq kohë sa ka paqartësi në pikat e saj. Nga ana tjetër, terreni nuk korrespondon as pak, pothuajse as pak me pikat e planit paqes, për aq kohë sa ka bombardime izraelite, gjithashtu ka edhe incidente sigurie, ashtu siç konsiderohen nga pala izraelite në lidhje me vrasjen e një ushtari dhe me plagosjen e 2 ushtarëve tjerë. Dhe sigurisht që është e vështirë që ky plan çohet përpara në qoftë se të dy palët, si pala e rezistencës palestineze, gjithashtu edhe pala izraelite, nuk ulen një tavolinë dhe dakordsohen për planet e një paqe solide dhe sigurisht me përmbushjen e të drejtës së palës palestineze për të vetvendosur dhe për të krijuar shtetin e tyre në kufijtë e vitit 1967 dhe me Jeruzalemin lindor si kryeqytet saj.